që urtësia e kësaj është që ti si besimtar je ngrejt te Allahu subhanahu xhella xhelalu nëpërmjet namazit, ashtu siç është ngrejt profeti alayhi salatu selam në Isra al Mi'raj. Nëpërmjet namazit ti e forcon lidhjen me Zotin e Madh xhella xhelalu. Nëpërmjet namazit ti lartësohesh te Allahu subhanahu xhella xhelalu. Nëpërmjet namazit ti e ke atë litarin e fortë me Allahun subhanahu xhella. Sonde do flasim me lejen e Allahut azza wa xhel, pavarësisht se minutazhi është i shkurtër dhe për këtë që do flasim është ka atë peshën e vlerën e vet. Inshallah flasim për mësimet faktikisht të natës Isra Mi'raj. Përpara se t'ju tregoj mësimet që marrim rreth natës Isra Mi'raj, ta kuptojmë dhe ta bëjmë dije çka do thotë Isra dhe Mi'raj. Unë nuk do t'i hyj asaj çështje sepse është çështje e diskutueshme mes dietarëve që a është nata 27 që Rexhep apo jo. Ajo çështje që e kanë diskutuar dietarët, ajo që na ka rëndësi faktikisht për ne dhe është e sigurt që nata Isra Mi'raj ka ndodh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Isra Allah azza wa jalla ka përmend në Kur'anin Kerim kur thot ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah azza wa jalla e përmend natën e Isra Mi'raj, surën Isra, kur hapet kjo sure pikërisht me këtë ndodhi të madhe, me këtë ngjarje të madhe, me këtë mrekulli që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke e përmend Allah azza wa jall që thot subhanalladhi, i madhëruar, i lartësuar, i patmeta, është Allahu subhanahu xhella xhelalu, i plot fuqishëm Allahu azza wa jall, dhe çka don bën i madhi Zot, i cili e ka marrë robin e tij, domethënë e ka marrë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Qabja, nga Mekke, e ka çuar në Palestinë, nga Palestina në Xhamin Aksa është ngrejt 7 kat qej. Domethënë Isra do thot udhtim natën. Në gjuhën arabe Isra do thot udhtim natën, Mi'raj do thot ngritje në qiell. Domethënë kjo është ndodhia që ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kur profeti alaihi wasallam ka marrë ftesë për të madhit Zot xhelle xhelalu, me shoqërimin e Xhibrilit alaihi salam ka plu 7 kat qej. Ka qenë me ftesën e Allahut subhane xhelle xhelalu. Përpara se t'ju tregoj mësimet që marrim rreth kësaj nate, sepse kjo është kryesore që secili musliman duhet ta di. Secili musliman duhet di diçka që prej natës Isra Mi'raj merr mësime, ka mësime shumë të mëdha. Dhe këtë kërkohet për secilës prej nesh, domethënë që të shikojmë mësimet e kësaj nate. Mësimet e kësaj nate faktikisht mund t'i themi natë e madhe, sepse ka ndodhur mrekulli e madhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përpara se të tregoj mësimet që marrim rreth natës Isra Mi'raj, ne duhet t'i kthehemi pak historisë jetës profetit alaihi salatu wasallam. Profeti alaihi salatu wasallam, përpara se ndodhi Isra Mi'raj, ka kaluar një periudhë të vështirë, atë periudhën kur i vdes bashortja vet Hatixha radhiyallahu anha, dhe të njëjtën vit i vdes edhe xhaxhai vet Abu Talibi. Dhe po të shikosh në historinë islame ose në sirën e profetit alayhis salam, dietarët e kanë konsideruar dhe thuhet Amul Huzn, viti i mërzisë së profetit alayhis salam. Sepse është vit shumë i vështirë që ka kaluar profeti alayhis salam. Pse? Sepse me vdekjen e Hatixhës, që ka qenë mbrojtje për krahje e profetit alayhis salam në davet në islam, dhe me vdekjen e xhaxhait vet, pavarësisht se vdes jo musliman, e ka përkrah profeti alayhis salam në përhapjen e islamit, dhe këto kanë qenë të dy, Hatixha radhiyallahu anha dhe Abu Talibi, kanë pas reputacion dhe ka pas emër në atë shoqëri dhe nuk kanë guxuar, sa kanë qenë gjallë nuk kanë guxuar me prek, me dëmtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht që kanë tentuar, por nuk kanë guxuar sa kanë qenë gjallë Hatixha radhiyallahu anha dhe Abu Talibi. Me vdekjen e Hatixhës radhiyallahu anha dhe me vdekjen e Abu Talibit fillojnë sulmet mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe më tashme. Duke e sulmuar, domethënë e shikojnë profetin alaihi wasallam që ju hoq kjo dy përkrahje dhe fillojnë ta sulmojnë. Në këtë gjendje të vështirë, profeti alaihi wasallam shkon në një qytet ose një vend afër Mekës, që sot e kësaj dite është thuhet një orë larg, që quhet Taif.
Shkon në atë vend profeti alayhi salatu wasalam, shko t'i thorasi njerëzit në fe. Domethënë, nëse Meka si të fillon duke e sulmuar dhe më shumë, kjo s'do të thotë që do ta lej davetin dhe ta lej thirrjen islam, po të shkoj në një vend tjetër. Dhe shkoi profeti alayhi salatu wasalam në Taif. Mirë po, as në Taif nuk e kam pranu profetin alayhi salatu wasalam dhe kam fillu duke e sulmu sallallahu alaihi wasallam. Sa thuhet gjatë sulmit që i kanë bërë profetit alayhi salatu wasalam, është gjakos sallallahu alaihi wasallam te këmbët e veta. Këtë moment vështirë që këtë periudhë vështirë që po e kalonte profeti alayhi salatu wasalam, u ul në një bafçë afër Taifit, të shplodhet dhe fillon edhe bën dua. I drejtohet Allahut subhana xhalla xhelal. Duaja, nëse doni ta shikoni dhe doni t'i ktheni kësaj duas, mund ta gjeni në internet. Duaja është e gjatë, për efekt kohë nuk mund ta përmend gjithë. Si e nisën profeti alayhi salatu wasalam këtë dua? Allahumma o Zot, un ankohem për dobësinë timet e ty. Un ankohem për dobësinë timet e ty. Gjithë kjo dua që ka bërë profeti alayhi salatu wasalam është ankim për dobësinë e profetit që ka pas profeti alayhi salatu wasalam, dhe ju ka lutur Allahut subhanahu xhela xhelalu që ta nxjerrë pra asaj situate. Megjithatë, prej pjesës së duas që ka bërë profeti alayhi salatu wasalam është edhe ajo pjesë që zakonisht e përmendi, sepse është pjesë që vërtet secila prej nesh duhet marrim mësim për kësaj duas, biles duhet bëhet një ligjërat e veçantë vetëm për këtë dua që ka bërë profeti alayhi salatu wasalam, duke marrë mësime rreth kësaj duaje që ka bërë profeti alayhi salatu wasalam. Dhe ka dietar, motra dhe mia, që thonë, momentet vështira kur kalon, periudhat vështira kur kalon, merre dhe thuje këtë duan që ka bërë profeti alayhi salatu wasalam Taif. Midis duas, fjalëve që ka drejtuar profeti alayhi salatu wasalam, ka qenë edhe kjo, që i thot Allahumma in lam takun alayha ghadabun fala ubali. Ya rabbal alamin, nëse ti nuk je i hidhur me mu, nuk e kam gale, nuk e kam dërë se çka bëhet me mu. Dhe më thonë, ajo kryesorja që ka pas profeti alayhi salatu wasalam, derti kryesor ka qenë që Zoti të jetë i kënaqur, pavarësisht se çka sprova shumë po kaloj. Pavarësisht çfarë sfidash un po kaloj, kryesorja ja Allah ti jesh i kënaqur me mu. Kryesorja ti të jesh i kënaqur. Pse e përmend këtë? Sepse mbas kësaj ngjarje, thuhet dietarët, e përmendin mas 2 muajsh, 3 muajsh, vallahi deri mas miri, ka ndodhur pikërisht Isra Mi'raj. Këtu subhanallahu kam si madhor që Allahu subhana xhella xhelalu e ka ftu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam 7 kat qe. Me na tregu Allahu azza wa xhel xhella xhelalu që nëse të ngushtohet kjo tokë, dije se qiellin e ke të zgjeruar. Nëse njerëzit të sulmojnë, dije se ktheu Allahu subhana xhella xhelalu që është mbrojtësi më i mirë, është furnizuesi më i mirë. Allahu azza wa xhel xhella xhelalu. Pikërisht mas kësaj ngjarje vjen ftesa Allahut azza wa xhel Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Mekë, vjen Xhibrili alaihi salam dhe i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të ngret, thuhet ka qenë në shtrat, ka qenë i mbështet sallallahu alaihi wasallam natën dhe kthehet Xhibrili alaihi salam e merr profetin alaihi salam dhe shkojnë në Palestinë. Në Palestinë shkojnë te Xhamia Aksas, ku aty profeti alaihi salam është bë imam i gjithë profetëve. Ka fal namaz në Xhamin Aksa dhe aty profeti alaihi salam pra dhe herë përsëris është bë imam i gjithë profetëve. Me na tregu Allahu subhana xhella xhelalu që gjithë profetët që i kam dërguar me një mesazh, atë mesazh që ka profeti alaihi salam, Islami. Gjithë profetët që i ka përmend Allahu azza wa xhel dhe gjithë profetët që i madhi Zoti i ka dërguar, i ka thënë me një fe, me një din, ajo është Islami. Musa alayhi salam, Harun alayhi salam, Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, krejt profetët kanë qenë me një mesazhin e Islamit. Mësim, që ishte mësimi i parë. Mësimi i dytë që marrim, kush është? Po ti ta shikosh këtë histori, Allah azza wa xhel ka fuqinë e madhe. Allah azza wa xhel ka pas dhe ka mundësinë që ta merrte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga Mekë ta çonte direkt 7 kat qe, po e kanë çu Palestinë. Ku me na tregu Allahu subhanahu xhella xhelalu vendin për ne muslimanët e Xhamis Aksa. Sa thot profeti alaihi salatu wasalam, la yashiddu rihal. Muslimani në jetën e vet duhet i vizitoj 3 xhamiat.
nëse ka mundësi. Qabën, Mesgjidul Nabawi, xhamin e Profetit alayhis salam në Medinë dhe xhamin Aksas. Me na tregu Allahu subhanahu xhela xhelalu që deri në ditën e Kiametit, derisa ekziston dynjaja, derisa është ky Kur'an tokë, na e përmend rëndësinë e xhamisë Aksas, sa Allah azza wa jall thot alladhi barakna hawla, që i kemi dhënë bereqet çati vendi. Ai vend është i bereqetshëm. Bereqet e njerëzit, bereqet e vendi. Watini wa zejtun, Allah azza wa jall e përmend kur thot pasha fikun edhe ullirin. Dietarët këtu e përmendin fikun dhe ullirin, e përmendin pikërisht Palestinën. Pse? Sepse po të shikosh vendet arabe, më shumë që ka bereqet të ulliri dhe të fiku është Palestina, dhe rreth Palestinës, Jordani, Siria, Libani, këto janë vendet e Shamit që janë përmend faktikisht, që i përmendet në histori dhe i përmendin historianët faktikisht. Pra, mësimi i dytë është kjo, që Allahu subhanahu xhela xhelalu na tregon që Palestina dhe Mesgjidul Aksa është e shtrenjtë për ju besimtar, për ju muslimanët. Mësimi tjetër që marrim nga nata Isra Mi'raj është që Allah azza wa jalla na e përmend Kur'an, shpesh e lexojmë ajetin kuranor inna ma'al usri yusra, vërtet mas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe vërtet historia e Profetit alayhi salam, shkruajja në Taif i Profetit alayhi salam, sfidat, provat, vështirësitë e shumta, sulmet e shumta që ka pas Profeti alayhi salam, mas gjithë këtyre provave dhe sfidave, vjen ftesa Allahut subhanahu xhella xhelalu, vjen lehtësimi Allahut, që mas vështirësisë i ka ardhur lehtësimi Profetit alayhi salatu wasalam, që t'i tregoj Allahu azza wa jall mrekullitë dhe argumentet e tij. Pra, i madhi Zot xhella xhelalu na tregon, na mëson që vërtet mas vështirësisë besimtarit nuk ka shanse që mos t'i vijë lehtësimi. Pse? Sepse është premtimi i Allahut subhanahu xhella xhelal, është premtimi i Allahut azza wa jall. Profeti alayhi salatu wasalam kur është ngrihet shtat kaçi, ka taku profetët, dhe ne dim që prej krejt ibadeteve që Allahu subhanahu xhella xhelalu na ka obligu, është përzgjedh namazi që të bëhet farz në 7 katë. Pra namazi, Allahu subhanahu xhella xhelalu nuk e ka bë farz në tokë. Allahu subhanahu xhella xhelalu e ka bë farz në qiell. Ku e ka obligu direkt, e ka urdhnu direkt Allahu subhanahu xhella xhelalu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka pas ndërmjetës. Nuk ka pas ndërmjetës Profeti alayhi salatu wasalam, po direkt Allahu azza wa jall e ka urdhnu me namaz. Këtu dietarët po të hulumtosh, dietarët thotë kush është urtësia? Urtësia sa që çdo besimtar, çdo musliman i cili e fal namazin e tij, ai është si në Mirax. Çka do të thotë? Që është i lidh dhe afrohet shumë me Allahun subhanahu xhella xhelalu nëpërmjet namazit. Prandaj Profeti alayhi salam, këshilla e Profetit alayhi salam për ne kush është? Është që thotë kur të jeni në namaz dhe kur të jeni në sejdë, luteni sa më shumë Allahun kur të jeni në sejdë. Pse ja Rasulullah? Sepse jeni më afër Allahut kur jeni në sejdë. Kur muslimani është në sejdë, është më afër Allahut subhanahu xhella xhelalu, dhe kur je më afër Allahut, thot Profeti alayhi salatu wasalam, lutju Allahut se të pranohen inshallah duat me lejen Allahut subhanahu xhella xhelalu. Prandaj prej mësimeve të natës Isra Mi'raj është pikërisht kjo, që muslimani duhet ta di vlerën dhe peshën e namazit. Muslimani duhet ta di që ky namaz është bë farz pa ndërmjetës. Nuk ka ardhur Xhibrili alayhi salam me e marr mesazhin për Allahut dhe me ia dërgu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po direkt Allahu subhanahu xhella xhelalu e ka urdhëruar. Për mësimeve të Isra Mi'raj, mësojmë që Profeti alayhi salatu wasallam ka pa njerëzit duke u dënu në xhehenem, Zoti na ruajt, dhe ka pa bukuritë e xhennetit. Profeti alayhi salatu wasallam na ka lajmëruar dhe na ka tregu dhe ka definu për sa i përket xhennetit, që thot syri i njerit se ka pa dhe veshi i njerit se ka dëgjuar dhe mendja jote s'mund ta paramendosh se çka kanë te, mirë për Profeti alayhi salatu wasallam i ka pa. Natën Isra Mi'raj, Profeti alayhi salatu wasallam ka pa njerëz duke u dënu. Ka pa njerëz duke dënu ato njerëz të cilët kanë hëngër pasuninë e jetimit. Ka pa ato njerëz të cilët janë marrë me kamat, se si do dënohen.
Ka pa ato njerëz të cilët Zoti na ruaj ya Rabbel Alamin, ato njerëz që bëjnë gibet dhe përgënjojnë njëri tjetrin. Do të thoni ka pa disa kategorish njerëz duke u dënu pse njëri ka hangër pasurinë e jetimit. Do të thonë shikoni atë rrezikshmërinë e marrjes së pasurisë së jetimit. Subhanallahu, tash më kujtu një hadith i profetit alayhi salatu wassalam. Me domethënien e hadithit që thot profeti alayhi salatu wassalam, mjeri ai, të mjerët ato që i afrohen dy të dobtëve. Të mjerët ato që i afrohen dy të dobtëve, domethënë që i bëjnë padrejtësi dy të dobtëve. Kush janë? Gruaja dhe jetimi. Gruaja dhe jetimi. Pra profeti alayhi salatu wassalam i ka kërcënuar gjithë ato njerëz të cilët e maltretojnë gratë dhe gjithë ato të cilët i keq përdorin jetimat. Pra në natën e Isra Mi'raj, profeti alayhi salatu wassalam ka pa Zotin na ruaj se si do dënohen njerëzit dhe si do shpërblehen me xhenetin e Allahut subhane xhella xhelal. Nata Isra Mi'raj na mëson edhe diçka, kjo ndodhi madhështore, se si besimtari duhet të jetë i vendos në fenë e vet, pavarësisht provave dhe sfidave që ti mund të kaplohet, që mund të kaplojë, që mund të marrë kjo dynja, fortunat e kësaj dynjas, sfidat e kësaj dynjas janë të panumërta. Mas një sfide vjen një tjetër, po kjo nuk do të thotë që ta lesh fenë dhe ta lesh dinën. Për muslimanin gjëja më kryesore, më parësore në jetën e secilit musliman duhet të jetë feja e tij. Pra, që ta marrësh fenë nuk është kollaj, sepse do ballafaqohesh me shumë sfida dhe shumë sprova. Po me mbështetjen e Allahut subhane xhella xhelalu, me mbështetjen e Allahut gjithçka kalon. Ty po ankohem dobësinë që un kam. Jam i dobët. Jam duke u anku ty ja Allah. Pra po çikosh subhanallah, bejkamerët Allahut subhane xhella xhelalu, këto profet, këto histori që i madhi Zot xhella xhelalu na i tregon Kur'an. Na i tregon për faktin që ne të shikojmë të histori dhe të marrim mësime prej jetës së bejkamerëve, të marrim mësime se si momentet më vështira ju kanë drejtuar Allahut subhane xhella xhelal. Të marrim mësime se si në momentet më vështira nuk kanë mendu keq ndaj Allahut subhane xhella xhelalu. Kanë qenë në momentet më vështira duke mendu mirë, pozitiv, ka shi Allahut subhane xhella xhelalu. Përkundrazi momentet më vështira, profetët na mësojnë historitë e tyre, na mësojnë gjithashtu që e kanë madhnu, e kanë lartësu Allahun subhane xhella xhelalu. Përkundrazi momentet më të vështira, galja ose derti i bejkamerëve, ashtu siç na mëson dhe historia e profetit alayhis salam që ka qenë që Allah të jetë i kënaqur. Nuk ka rëndësi se çka ndodhen me mua, nuk ka rëndësi se çka njerëzit thonë për mua, nuk ka rëndësi se sa sulmon njerëzit, se sa sulmon njerëzit. E kryesorja është që i madhi Zot të jetë i kënaqur. Këtë duhet ta di secili musliman dhe për këtë qëllim duhet jetojë secila prej nesh që ta kënaqësh Allahun subhane xhella xhelal. Kënaq Allahun azza wa xhel, mos e ki dert dhe mos e ki gale te njerëzit. Njerëzit nuk mund t'i kënaqësh asnjëherë. Njerëzit asnjëherë nuk mund t'i kënaqësh. Mjafton ti që të bësh atë që Allahu subhane xhella xhelalu është i kënaqur dhe kjo është ajo që kërkohet prej secilës prej nesh. Prandaj profeti alayhis salam gjatë duans që ka bërë ka thënë Allahumma illam takun alayhi ghadabu fala ubali. O Zot, nëse ti nuk je i dhuru me mua, nuk e kam dert se çka bëhet me mua, nuk e kam gale se çka bën njerëzit me mua, kryesorja ti të jesh i kënaqur. Ashtu që Jakubi alayhis salam ju drejtua Allahut subhane xhella xhelalu duke thënë inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Unë i drejtohem Allahut subhane xhella xhelalu për gjendjen, për hallin, për dertin ja qaj hallin tim, dertit tim Allahut subhane xhella xhelalu. Pra, nata Isra Mi'raj, mëdret e mia, është e mushme me plot mësime. Nata Isra Mi'raj ne na edukon, ne na forcon, ne na jep atë imanin, atë besimin që Allahu subhane xhella xhelalu është i plot fuqishëm. Nata Isra Mi'raj na mëson që vërtet mas vështirësisë ka më ardhur lehtësimi. Nata Isra Mi'raj na mëson që nëse të ngushtohet kjo dynja, kjo tokë, qielli është i gjanë. Nata Isra na kujton dhe na mëson namazi i muslimanit është bë farz në qiell dhe nuk është bë në tokë. Pse? Urtësia e saj, siç e përmenda dietarët na kanë thënë dhe e përmendi që urtësia e kësaj është që ti si besimtar
je ngrit të Allahu subhanahu xhella xhelalu nëpërmjet namazit, ashtu siç është ngrit profeti alayhi salatu selam në Isra al Mi'raj. Nëpërmjet namazit ti e forcon lidhjen me Zotin e Madh xhella xhelalu. Nëpërmjet namazit ti lartësohesh te Allahu subhanahu xhella xhelalu. Nëpërmjet namazit ti e ke atë litarin e fortë me Allahun subhanahu xhella xhelalu. Kush do me qenë me pas lidhjen e fortë me Allahun, le ta forcoj namazin e vet. Ai që do me shkëput lidhjet me Allahun, e shkëput namazin e vet. Pra kush e ka namazin, e ka lidhjen e fortë me Allahun. Dhe kush nuk e ka namazin, ai ka lidhjet e shkëputura me Allahun subhanahu xhella xhelalu. Këto ishin pak a shumë për sa i përket mësimeve, ka shumë mësime, po thash për efekt kohe, i përmlodha pak për sa i përket mësimeve të natës së Isra al Mi'raj. E përmenda dhe ma herët që nuk është e sigurt 100% që është sande si mas mendimeve të dietarëve, po megjithatë unë nuk du t'i hyj këtyre debateve. Kjo është e përmendve të dietarët, nuk ka nevojë të hyjmë në këto dilema. Ajo kryesorja është që ka ndodhur nata Isra al Mi'raj, ka ndodhur profetit alayhis salam, është ngret 7 kaçi, është ngret nëpërmjet një kafshë që quhet Burak, thuhet ka qenë e bardhë midis kalit dhe mushkës. Është ngret 7 kaçi, ne nuk habitemi dhe nuk çuditemi as pak, por nëse besimtarë besojmë atë që ka ndodhur profeti alayhis salam, ashtu siç e besoi i pari që ka besu dhe kur e ka lajmëruar profeti alayhis salam ka qenë Abu Bekri radhiyallahu anhu, ashtu dhe ne si besimtar e besojmë që ka ndodhur dhe kjo mrekulli profeti alayhis salam, sepse ne e besojmë Allahun azza wa jalla, i cili e ka fuqinë e madhe, e ka kudretin e madh. Allahu Teala. Mehra, kene pyetje?